Policia ka reaguar në lidhje me vdekjen e Ilir Zarka e ndodhur gjatë një tentative për grabitje në Fier. Sipas njoftimit zyrtar në lagjen 8 shkurti është gjetur pa shenja jete në dritaren e një banese shtetasi me inicialet IZ 47 vjeç. Nga këshyrja paraprake e trupit, nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se ai ka humbur jetën nga asfiksia gjatë përpjekjes për t'u futur në banesë. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti. Njoftimi. Në lagjen 8 shkurti Fier është gjetur pa shenja jete në dritaren e një banese shtetasi IZ 47 vjeç. Nga këshyrja paraprake e trupit të viktimës, nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se ai ka ndëruar jetë nga asfiksia gjatë tentativës për t'u futur në banesë, njofton policia. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.